Përshëndetje të dashur miq. Sapo filmova në fakt videon në lidhje me energjinë e hënës së re në muajin gusht. Por mendova të ndaj me ju disa mesazhe që duan të vinë për ju në lidhje me këtë energji, sepse tham që në këtë video që kjo hënë e re do të ofroj për ju një mundësi që të vini jetën tuaj fillime të menjëhershme, duke qenë se është një eklips diellor. Dhe unë t'jeva udhëzuar të përdor këto karta që lidhen shumë me energjinë e hënës dhe eklipseve. Në fakt kjo video është timeless, kështu që kur do që t'ju gjej, edhe sikur në një muaj tjetër që kjo hënë e re ka kaluar, përsëri mund të rezonoj me ju, ndoshta me hënën e re të atij muaji. Por nëse shikoni në kohën reale, këto mesazhe janë pikërisht për hënën e re në muajin gusht. Dhe po vendos synimin tani dhe vendosin synimin e përbashkët, që të shohim se cilat janë mundësitë, fillimet e reja, gjithçka që dëshiron të vijë për ju, duke u nisur nga energjia qoftë edhe vetë muaj, dhe energjia e luanit që ne e përmendëm shpeshherë. Dhe thjesht mbajini në ndërmend synimin tuaj, çfarë fillimi i ri dëshiron të vinë në jetën time. Dhe të gjejmë dhe një përgjigje se si mund të jeni më të hapur ndaj këtij fillimi. Por përgjigjja është ajo që ne tham në fundin e videos që filmuam lidhje me hënën e re, thjesht të çlironi kontrollin, të shkoni me rrymën dhe thjesht mos bëni asgjë. Që mund të jetë shumë e thjeshtë për disa, por shumë e vështirë për disa të tjerë. Dhe nuk ka se të jetë më, si të thuash, sinkronicitet i bukur se sa kaq. Thjesht mbarova së zgjedhurit të 3 kartat dhe në sipërfaqe, pasi mbarova të gjithë shletimin, thot eklips diellor. Shikoni dyert e mundësive që të hapen në jetën tuaj. Si mund të ishte kaq, nuk mund të ishte sinkronicitet më i bukur për ju. Dhe thjesht po e shikoja këtë kartë sepse e di që është në këtë lloj grupimi dhe po mendoja, imagjinoni sikur të vijë kjo kartë, sepse vërtet është kaq në rezonancë dhe janë kaq gjithë këto karta këtu. Dhe është në rezonancë me këtë që ne folëm, me eklipsin e hënës së re. Por kudo që kjo video të gjej, kjo energji është për ju. Por lidhet shumë me këto fillimet e reja që tham që do të vinë menjëherë në jetën tuaj. Dhe mjafton që ju të jeni konfident për t'i pranuar, për të ditur vlerën tuaj dhe për të thënë po. Por nuk ishte si të ishte më në rezonancë kjo. Më lumturoi vërtet shumë. Dhe është shumë e bukur si ngjyrim. Është vërtet shumë e bukur. Tani le të shohim secilën prej kartave. Dhe karta e parë thot: wow, kjo lidhet me energjinë sepse hëna e re është në datë 12, në mos gaboj, dhe është në shenjën e luanit, por hëna e plot që kaluam ishte në shenjën e ujorit. Dhe kjo na lidh me këtë energjinë e autenticitetit. Kjo kartë është në shenjën e ujorit, ndërkohë që luani lidhet me pjesën e të qenurit autentik dhe të qenurit konfident, të dini vlerën tuaj. Dhe ne tham të shkoni, pra përgjigjja është të shkoni me ritmin. Nëse ju keni pritur një përgjigje çfarë të bëj që të jem më i ose e hapur ndaj fillimeve të reja, pse po më duket sikur kam ngecur në vend numëro, duket sikur ju jeni në lum dhe po përpiqeni të mbani këmbët në, si të thuash, në gura, sado që kjo është e pamundur sepse lumi u merr dhe rrjedh. Po ju po përpiqeni kaq shumë që të rini aty dhe thoni pse un po qëndroj në vend numëro. Ideja është që thjesht ta çlironi kontrollin. Kjo është përgjigjja. Pra ju mund të thoni jo, nuk jam duke e bërë këtë. Por a jeni duke çliruar kontrollin apo doni të kontrolloni situatat, njerëz, kohën, veten, të tjerët, të kontrolloni për shembull si do të dalë diçka që ju bëni, kur do të vijë. Kjo është ideja që ju mund të kuptoni që a jeni duke shkuar me ritmin apo rrymën e lumit, apo jeni duke shkuar në drejtim të kundërt, apo jeni duke ngulur këmbët aty. Dhe ishte një vizion shumë interesant se gjithnjë e shikoj për shembull individ që shkojnë kundra rrymës, por ky se kisha parë asnjëherë këtë vizion që të shikoja dikë që i kishte ngulur këmbët, sepse është dhe pakës e pamundur kur rryma është e fuqishme. Kjo do të thotë që kjo rrymë nuk është dhe aq kaotike si të thuash, ose mund të jetë një kaos i butë. Dhe prandaj kjo ju lejon që ju të keni kontroll në disa situata. Por nëse ju do të çlironi plotësisht kontrollin, do të shikoni që do të drejtoheni në kohën dhe vendin e duhur. Le të marrim thjesht një kartë, 2 ose 3 shumëta, për këtë energji, që mund të rezonojë me të gjitha kartat, siç e thash, sepse lidhen me njëra tjetrën. Pra, ideja është sa të hapur jeni ju ndaj ndryshimit. Sepse kjo kartë lidhet me ndryshimin, nuk do të zgjatem shumë. Dhe siç e shikoni, sa e lejoni ju veten që të shkoni me rrymën.
Shikoni se sa i habitur është djali dhe është në paqe, në qetësi, por thjesht e ka lejuar duket sikur rryma po e lejon të notoj dhe jo vetë me forcën e fuqinë e vet. Dhe duket sikur është i mahnitur nga gjithë kjo që po zbulon dhe thjesht nga fakti që kaq e thjesht ishte, kjo më duket sikur po dëgjoj, kaq e thjesht pas ka qenë dhe unë e komplikova me mendjen time. Dhe kjo lidhet me faktin që sa më autentik ju jeni, aq më shumë njerëzit e destinuar për ju do të mund të gjejnë, lidhe me pjesën e autenticitetit, e pjesës me të qenurit autentik. Ndoshta ju jeni shumë empatik, kjo është ajo që po ndjej me këto karta. Dhe keni, si të thuash, ndoshta të tjerët e kanë të vështirë t'ju kuptojnë shpeshherë, sepse lidhet shumë, shiko sa energji uji që ka ardhur, pra ishin të gjitha këto karta që ne folëm, që lidhet me energjinë e ujit. Sepse edhe vetë kupat, si të thuash, janë kategorizimi i energjisë të ujit dhe që lidhet me emocionet. Pra të tjerët mund të ndjehen shumë mirë me ju, por ju e keni të vështirë që të tjerët ju kuptojnë. Pra, të tjerët mund të ndjehen të kuptuar për jush, por ju e keni të vështirë që dikush të kuptojë 100%. Sepse ndoshta kjo është diçka që ndodh në momentin që ju e njihni veten 100%. Dhe ndoshta të tjerët nuk e bëjnë këtë. Kjo është ndonjë gjë që po ndjej për ju. Ideja është thjesht sepse këtu thotë vazhdoni që të si të thuash të fluturoni flamurin tuaj. Dhe njerëzit që rezonojnë me këtë flamur do të drejtohen drejt jush. Dhe të qenurit shumë të ndjeshëm nuk është një dobësi. Kjo është ajo që po dëgjoj. Është një super fuqi. Dhe unë do të bëj një video specifike për këtë, është kërkuar dhe për jush, kështu që do të bëj sigurisht për njerëzit që janë më të ndjeshëm, sepse është një temë delikate. Ndoshta jo të gjithë duan të flasin për këtë. Dhe kërkon që ju të jeni, si të thuash, vetvetja dhe të tjerë mund ta përdorin këtë kundra jush, por deri në momentin që ju thoni stop dhe ju e ktheni atë në superfuqinë tuaj. Dhe atëherë, jo më kohë të tjerë të bëjnë këtë, sepse e din sa të fuqishëm mund të jeni ju kur ju jeni në kontroll të emocioneve tuaja. Është si çështja e ujit. Uji mund të mos duket i dëmshëm, mund të duket si diçka që ti mund të bësh çfarë të duash me të. Por në momentin që uji fillon dhe bëhet si një, si thua, tornado apo dallgët apo nuk e di, dhe jo del jashtë kontrollit, po nëse del jashtë kontrollit por nëse përdoret në mënyrën e dur, uji është shumë i fuqishëm. Dhe po shoh tani këtë pjesën që çdo pikë uji që bie në një gur mund ta gryej atë. Mund të duket sikur kjo pikë s'ka signifikancë, mund të duket sikur është thjesht ujë. Çfarë do t'i bëj gurit? Guri është gjithaj gur. Ajo pikë duke rënë vazhdimisht aty, me konsistencë, me, si të thuash, me durim, mund ta gryej gurin. Prandaj uji është shumë i fuqishëm, mos mendoni që jeni të dobët duke qenë se keni shumë emocione dhe i ndjeni, përjetoni ato, qani lehtësisht. Mund të duket si dobësi deri në momentin që ju e lejoni që tjerët t'ju drejtojnë këtë. Shumë mesazhe të bukura, le të çojmë tani për kartën e dytë që erdhi. Nuk kishte se si të ishte më në rezonancë edhe me kartën e parë që erdhi, dhe këto janë dy kartat më të bukura që lidhen shumë me energjinë e diellit që ne e përmendëm, me energjinë e luanit, me energjinë e konfidencës dhe thotë, si të thuash, bëni më të mirën apo merrni më të mirën nga mundësitë diellore. Mund ta përktheni vetë nëse dëshironi, sepse nuk po di se si ta përkthej tani, por ideja është pikërisht lidhet me këto mundësi që thotë, shikoni dyert e mundësive të hapen. Krejt papritur, dhe kjo duket sigurisht një eklips. Hëna këtu dhe dielli, pra një eklips diellor, nuk është i plot në këtë rast, pra këtu duket sikur është i plot, pra sikur sapo më ran dy karta. Dhe kjo lidhet shumë. Okej, në rregull. Okej, ishte shumë e bukur. Pra kjo duket sikur në këtë rast hëna ka mbuluar komplet diellin, pra ky është eklipsi që ne folëm. Dhe këto dy karta në fakt i nisa për energjinë e kartës së parë, por i kisha lënë në cep dhe harrova fare për to, dhe ran si për të treguar që hey, harrove për të thënë këtë mesazh. Por që lidhet shumë edhe me këtë energji, pra lidhet më së shumti me këtë energji. Që të thotë që kjo kartë e para tregon që ju asnjëherë nuk e humbët shpresën, apo jeni person që nuk e humbisni, jeni person që nuk dorëzoheni lehtë, jeni një person që sado rrugë e gjatë të duket, sado rrugë e vështirë, sado rrugë me pengesa, apo sado njerëzit mund të duan t'ju ndalojnë, ju jeni një person që nuk kishni dorë kurrë. Dhe kjo ju bën ju që të merrni mundësitë më të mira. Kjo ju bën ju që të dilni si thua në sipërfaqe, të zgjeroni horizontet. Tini ju të zgjedhurit fundja.
Dhe kjo është një kartë kaq e bukur, më pëlqen vërtet shumë, sepse tregon shumë edhe për konfidencën tuaj, për shëndetësinë tuaj, kush që jeni në të vërtetë, për dritën tuaj, për pastërtinë që ju keni, për cilësitë e karakterit që ju keni. Dhe kjo ju bën, siç e shikoni, është edhe këtu një monedhë e fshehur, që ndoshta ju nuk e keni parë, por ju mund ta shikoni kur ju jeni gati. Dhe ja tek është mundësia, që simbolizohet nga djaloshi i vogël, që tregon pra që është një mundësi, si të thuash, kur kemi të bëjmë me pages, do të thotë që ju do të merrni këtë mundësi. Ndërsa Knights, domethënë kategori tjetër, tregon që ju i jepni apo dikush do t'ju ia jap. Në këtë rast ju po e merrni, por breshka simbolizon faktin që ju keni pritur shumë, keni duruar shumë, por me maturi. Dhe djaloshi tregon që kjo mundësi është e re, e pa provuar më parë, ndoshta diçka që është shumë e vogël në fillim, por ka potencial të rritet dhe shpejt madje. Dhe është diçka e prekshme, siç është kjo monedhë. Pra, kjo kategorizim i monedhave tregon për gjëra të prekshme, jo gjëra që janë energjetike apo emocionale. Prandaj lidhet shumë edhe me këtë kartë, që ndoshta prandaj harrova t'i them. Nuk e di, nuk dihem shumë e udhëzuar në fakt të marr karta të tjera, sepse ishte vërtet shumë në sinkron me këtë kartë, kështu që le të shohim kartën e tretë tani më. Një kartë që lidhet shumë me ndjesitë. Ju mund të jeni akrep, ju mund të jeni ujor, që harrova ta them. Dhe ose ndoshta keni, pra nëse nuk keni akrep, mund të keni patur të bëni me një akrep që ju ka bërë të keni disa emocione për të ndjerë. Nuk është se po ndjeni një energji, si të thuash, emocione si jo ta ishte këndshme për të përjetuar, duke qenë se unë po ndjej që ju nuk doni t'i shikoni më. Po ndjej që vërtet ju nuk doni t'i ndjeni dhe t'i shikoni dhe të mendoni që ekzistojnë aty. Por këtu vetë në kartë thotë që ballafaqojini ndjesitë tuaja. Që do të thotë që ka ardhur koha që ju t'i shikoni në sipërfaqe, por le të shohim konfirmime, sepse nuk mund të jetë diçka specifike, pra mund të jetë shumë e ndryshme për secilin për jush. Me kaq sa tham, ju mund ta keni tani më të qartë çfarë do thotë kjo. Dhe ndoshta këto janë emocionet që nuk ju lejojnë që të ecni përpara. Sepse mund të jetë diçka që ju vërtet shikoni sikur nuk është aty, por kjo gjëja nuk ju lejon që të merrni atë që ju doni. Dhe mesazhi tjetër që po ndjej është që po shikoj tani këtë historinë e akrepit me një lloj kafshe që nuk e mbaj mend se çfarë ishte, por që ndihmon të kalojë akrepin, dëshiron ta ndihmojë të kalojë në anën tjetër. Dhe akrepi e pickon, si thuash. Dhe kafsha është kaq në mëdyshje që pse e bëre këtë kur unë dua të ndihmoj. I thotë që nuk e kam, domethënë nuk është se dua ta bëj, por ideja është që ky jam unë. Dhe kjo është ajo që unë bëj, dhe ndoshta në mënyrë të pavetishme. Dhe ideja është të mos ja hidhni fajin askujt për çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur për një arsye. Dhe asgjë nuk mund të ndodhë nëse ju nuk e lejoni. Kjo është ideja. Pra, askush nuk mund t'ju lëndojë nëse ju nuk e lejoni. Ama nëse ju e lejoni dhe, si të thuash, i besoni njerëzve të gabuar që s'ka asgjë të keqe, ne mësojmë dhe rritemi nga kjo, por mos e hidhni fajin të tjerëve. Gjithçka ndodhi për një arsye, për më të mirën tuaj, që të mësojni dhe radhës tjetër, të mos i besoni do kujtos, si thua, i besoni intuitës suaj. Dhe ja ku është karta, që simbolizon faktin që ju nuk doni t'i shihni më këto emocione, por herët e kaq qartë që ballafaqojeni ato që keni kaluar, që të merrni. Kjo është karta më pozitive, pra është lumturi, është familje, është marrëdhënie që u doni, është gjithçka. Jo thjesht mirëqenie, dhe jo thjesht diçka e përkohshme, çdo gjë e prekshme është e përkohshme. Kjo është diçka e paprekshme, është lumturi, është gëzim, është shëndet, është mirëqenie e përjetshme. Dhe sigurisht që ka të bëjë me emocionet, pra ajo që po shoh tani është që është të thuash, është një rrugë lumi e ngushtë dhe një gur i madh, që mund të jenë këto emocionet por që janë akumuluar dhe janë bërë gur, që bllokon rrjedhjen e lumit. Dhe nëse ju doni që të shkoni në oqean dhe të përjetoni këtë lumturi të përjetshme, ju duhet ta lëvizni këtë gur që të, si të thuash, paktën ta shikoni dhe ta dini që është aty, që ta dini që kjo mund të jetë ajo që ju bllokon për të shkuar drejt asaj që ju doni. Dhe po ndjej shumë një bllokim tani më në çfarë kërtime të fytit. Ai sa mundesh ta ndaloja videon që të bëja diçka për të, por po ndjej akoma, që do të thotë që mund të ketë gjëra të pathëna, mund të ketë gjëra që
nuk janë komunikuar si duhet. Mund të ketë gjëra që ju nuk i keni thënë apo nuk i keni dëgjuar nga të tjerët. Ka shumë iluzion në këtë pjesë dhe shumë gjëra të pashikuara, sepse kjo lidhet me faktin që nuk shikoni qartë. Mund të keni dyzime, mindfuck, si të thuash, pa të keni re, mendimesh, ose emocione të her pas hershme që u ndjeni sikur keni pikëllim për diçka nga e kaluara. Dhe poshtë saj shihet komplet e kundërta. Si të thuash, kjo lidhet shumë me pjesën e, si të thuash, marrëdhënie reciproke. Ndoshta kjo marrëdhënie nuk ka qenë as pak reciproke në jetën tuaj. Por nëse ju i ballafaqoni këto ndjesit e çlironi, ju pret marrëdhënie reciproke që vërtet ju e meritoni. Dhe nga ana tjetër, jo vetëm përmbushje emocionale, por përmbushje financiare. Si thua, kjo lidhet shumë me këtë pjesën e të paturit mjaftueshëm jo vetëm për veten tuaj, por për brezat që do të vinë. Si një pemë që vazhdon dhe ka fryte për çdo, dhe që ju lejon ju kohën dhe hapësirën dhe, si të thuash, energjinë që ju të ndërmerrni këto oportunitete të reja, që ju të krijoni çfarë doni të krijoni, që ju të jeni kush doni të jeni, që ju të bëni çfarë doni të bëni. Dhe vërtet se ndjeva sikur kjo nuk ishte lidhje me pjesët e tjera, por pas ka shumë lidhje, sepse kjo është hallka që ndoshta duhet bërë para, që ju më ta keni lënë, dhe tani po ndjej një farë çlirimi në çakën time të fytit, krejt papritur, që do të thotë që nëse ju thjesht e bëni këtë, nëse nuk doni të takoni këtë person, mund ta vizualizoni sikur po flisni me të. Dhe t'i thoni gjithçka që keni për të thënë, apo me persona, mund të jenë disa. Kjo është energjia që po ndjej. Por le të shohim sikur edhe vetëm një kartë për Okej, thjesht jeni mirënjohës. Në radhë të parë që keni ndjenja, që po jetoni, sado e vështirë të duket ndonjëherë, fakti që ne përjetojmë ndjesi është një dhuratë, është një bekim për ne, që ne po ndjejmë, po prekim, po përjetojmë, po qajmë, po qeshim, po lumturohemi, po mërzitemi. Të gjitha këto janë bekime të jetës. Dhe duhet të jemi mirënjohës për çdo situatë. Madje ndonjëherë kur kthejmë kohën, jemi mirënjohëse për gjërat më të këqija që na kanë ndodhur për periudhën më të errët të jetës sonë, që në moment thjesht kemi dashur të largojmë nga kjo jetë ndoshta, por tani e shohim që kanë ndodhur për ne, për më të mirën tonë, dhe ne jemi kaq mirënjohës që ndodhi. Dhe sapo pash një flutur, dhe një shprehje e bukur që pikërisht flutura në momentin që mendoi që gjithçka mbaroi dhe që çdo gjë ishte e errët dhe e vështirë dhe sikur jeta e saj mbaroi, ajo rilindi si një formë e re. Dhe prandaj jemi mirënjohës për ato që na ndodhin, sepse në moment se kuptojmë, është shumë e vështirë, por më vonë ne kuptojmë që ndodhi për një arsye. Shumë mesazhe të bukura për këtë hënë dhe eklips. Dhe kurdo që kjo video të gjej, ky muaj në fakt është shumë interesant dhe do të dija pasi të kaloj se çfarë ndodhi për ju, sepse e di që gjëra të bukura më të ndodhin. Dhe jam shumë e lumtur që jeni këtu dhe tani, shumë faleminderit. Uroj që këto mesazhe të kenë rezonuar me ju. Dhe shihemi në video tjetër. Mirupafshim.